Hamore, bëjnë video gocat. Po bëjmë video se uzun këta këtu. Duam t'i marrim pak me të mira se uzun. Jo, nuk uzun, thjesht, po, debatojmë, japim mendimet e ndryshme. Po, është perceptimi i ndryshëm mbi të bukurën, dhe për shembull, po diskutonim tani që nuk ka më 70 vjeçare si njëre një kohë. Pra 70 vjeçare, le të themi, janë si 30 vjeç tani. Luajnë tenis. Lëre tenisin ti se i fusin sheringa dhe bëjnë operacione, se tenisi nuk po këmba, si do e me sheringa pjesën e 70 vjeçareve që duken të reja. Ja, Kris Jenner për shembull bëri namin gjithandaj. Okej. Ka bërë, qafën ka bërë. Me që ishim tek shembujt të që neve në Instagram shohim shembuj se duam të jemi të ngjashëm. Kush do duket mirë? Sepse nuk është origjinale ajo që ka bërë. Ka bërë ndërhyrje. Okej? Dhe ka bërë shumë mirë. Unë të siguroj që Kris Jenner shkon edhe i bën ato analizat e gjakut dhe të urinës se këto, sepse ka moshën për t'i bërë. Nuk ka ku shkon pa ato. Do me thënë, trupi nga brënda, ecën me, sigurisht, kur ti mbash, bën sport, ushqesh, healthshëm, pa tjetër që brënda, edhe për brënda, nuk plakesh ajsa në qoftë do abuzosh me trupin. Por, nga brënda vazhdon ajo plakja biologjike. Nga jashtë, ti mundohesh ta mbash me ndihma, me ndërhyrje, se nuk mund të rri ty lëkura, bëj çfarë të duash ti, nuk të rri dot të ndosur, në qoftë se nuk bën operacion. Nuk i rri asaj qafa shumë, në qoftë se nuk i bën tërheqje. Është e pamundur. E vetmja gjë që mund të bësh në moshën 70 vjeçare është të mbash një elegancë në peshë. Gjithë pjesa tjetër do jetë ndërhyrje estetike dhe do jetë dora e doktorit, e mjekut. Nuk mund të jetë origjinale. Ajo mund të jetë 1 në 1 milion. Lindja nuk ka bërë asnjë ndërhyrje, nuk është ajo mosh, por që nuk tani unë e thash, Linda mbahet estetikisht në peshë në rregull. Diku botox ka bërë. Domethënë gjërat vogla po. Tash unë jam dakord me çka thuaj sepse të gjitha janë pjesëza hallka të një zinxhiri që është një e tërë. Por unë jam për këtë, për ecjen biologjike. Është vërtet që dikush është moshë 70 vjet, mosha e tretë, por kujdeset për bukurinë e saj për të bërë foto. Edhe ju shikoni foto dhe thoni filamja është e mirë e mbajtur apo jo. Ndërsa ajo që u tha pak përpara dhe e tha me të drejtë, pra është lëkura që e mban mirë, është qafa apo fytyra që e mban mirë, ndërsa ecja e saj rezistenca bie. Unë jam për anën tjetër që nuk preket tu, prandaj jam dhe këtu jemi bashkë, sepse do debatojmë për këto tema, se cila për temën e saj. Por unë them, ajo që është kryesorja, për mua bukuria është ajo që ti t'jesh rezistente, sa hapa në ditë hedh. Pak përpara tregua ato zonjat, ja ku i keni, ju i tregua dhe në këmbë këto. Se si ecim. Pra, në qoftë se një muskull, në qoftë se kyçet tona, 300 e sa kyçe që kemi në trup, që na i ka dhënë Zoti i lartë për t'i lëvizur dhe ne i lëvizim, ajo paralelizohet, pra pak a shumë ilustrohet edhe paraqitja e fytyrës bashkë me trupit. Sepse në qoftë se dikush nga këto moshat e mëdha tregojnë vetëm fotot, kjo mund të jetë një filtra që thonë jo. Kurse ajo që tregon vërtet bukurinë apo aparencën e saj, figurën e saj, është edhe lëvizja. Se sa drejtëri ajo, se si hecen ajo, si jetë këmbë. Jo kuptoni që me pleqë po them, ose është mosha e madhe. Mosha e madhe rrëzojnë sepse nuk i punojnë më gjunjët. Pra, në qoftë se kuqet e gjunjëve, uluni aty tash, me që janë dhe këtu, uluni artikulim, qoftë se ju gjunjët, ku jeni duke parë televizor, nuk i lëvizni pak, ushtrimin, ngre këmbët uli, të gjithë e din këtë ushtrim, juve do të hesi, do zvarriteni dhe pengosh trotuar në pa ato guret. Do pengosh, do biesh. Kurse i riu, pra moshe e re me këtë moshë të kaluar, diferencohet vetëm nga mënyra se përdor muskujt. Pra këmbët, se sa drejt rishpina, se mund të jetë një foto shumë e bukur selfie, nga mbrapa ti bësh një foto i ke vajza 25 vjeç dhe janë të krusura. Kjo është shumë e vërtetë kjo. Edhe si mund të jetë bukuri kjo. Ka edhe kjo. Si mund të jetë bukuri. Dua të ndalem pak me Senerën sepse kam një dy pyetje specifike për ty. E para një herë, me që jemi te kjo pjesa e moshës pak më të madhe, pra siç tha Julka, nuk ka më 70 vjeçare siç kanë qenë dikur. Moshat të mëdha vinë në klinika estetike për të kuruar, për të bërë ndërhyrje. Jemi duke folur gjithmonë në kontekstin madhe që ka ardhur sash. Dhe atë vinë ta bëj një pyetje ose apo kryesisht në këto mosha vendin e parë e zë Europa dhe specifikisht italianet. Italianet vinë 70 vjeç dhe duan të bëjnë gjoksin, duan të bëjnë facelift, duan të bëjnë necklift. Por janë këto lloj pacientesh të cilat hecin, bëjnë sport, bëjnë IV drips, marrin glutation, marrin resveratrol, janë me të gjithë këtë pjesën e vitaminave antioksidante, sepse din të kujdesen për veten, si brenda dhe nga ana estetike nga jashtë. Prandaj janë këto paciente që vinë dhe ndërmoshat më të mëdha janë më i madhi pacient që 70 vjeç. 70 vjeç. Grua po flet. Grua. Po gratë shqiptare
Gratë shqiptare nuk e kanë këtë kujdes pas të 60-tave, janë të ralla. Do me thënë, neve si thuash e mbyllim, kujdesin për vetë. Po, tek 60, 62, 65. Është edhe çështje ekonomike, sepse një italiane ndoshta po, është edhe standard jetese, patjetër nuk e ka njësoj pensionin, nuk e ka njësoj rrethin e shoqeve, rrethin e mikeshave, të cilat mund ta suportojnë apo mund të shikojë dhe do të imitoj. Për shembull, ka zonja të cilat nuk lyhen më flokët, ndalojnë së lyeri flokët, gjë që është shumë e trisht sepse nëse është zgjedhje patjetër, mund të kesh edhe 40 vjeçare që i pëlqejnë thilja dhe duan ta mbajnë. Por, ka disa zonja të cilat thonë, unë tani nuk do i lyj më flokët, se unë kam një moshë të caktuar, ose unë nuk do vesh më mëngë të shkurtra, sepse unë tani kam një moshë të caktuar. Edhe pse nëse estetikisht mund t'i kenë shumë bukur krahët, mund t'jenë elegant dhe nuk është se kanë një pamje jo të bukur për t'u parë. Por, janë disa tabu që ja vendosin vetes së vetë. Me që jemi tek tabu, do ta nis me ty dhe pastaj do ta shpërndaj edhe tek gocat e tjera që kemi në studio. Po ti falemnderit për gocat. Po goca jeni ju për mua, nuk diskutohet. E shohin akoma një zonjë 60 vjeçare, po e marr të moshë, e cila është e mbajtur me flokët e lyera, e veshur bukur e tjerë. A duket sot akoma me çudi, shikohet akoma me çudi nëse shikon në rrugët e Tiranës apo jashtë Tiranës? Jo, ti nuk e shikon me çudi se ti nuk arrin ta perceptosh moshën e saj. Jo, unë për vete i shoh me shumë admirim. Ti nuk e arrin ta kuptosh që ajo është 60 vjeç, sepse sot ka shumë 60 vjeçare që duken si 40, 45. Do me thënë po flasim në qendër. Po flasim në Tiranë, që të sqarohet, nuk është te gjithë Shqipëria. Qoftë se largohemi pak, Julia. Jo, janë të lodhur edhe e kanë dorëzuar veten vet. E dorëzojnë, nuk e di pse e bëjnë këtë gjë. E dorëzojnë, po shiko, është edhe në familjen ku jetojnë, se edhe burrat i kanë të dorëzuar. Burrat u dorëzojnë që 45 këtyre. Kështu që dhe ato të shkreta dorëzoj, po, qesh po kështu është. Po të jam 40, mi prit një. Jo, po flasëm dolëm jashtë Tirane, pra. Shpëtova. Dolëm jashtë Tirane, dorëzojnë burat. Nuk kanë më marrëdhënie seksuale të shëndetshme. Nuk kanë respektin, komplimentin, dashurinë, nuk ja japin më njëri tjetrit. Vijnë fëmijët edhe të trajtojnë që kur bëhet djali 20 vjeç, a më plake. E kupton, do me thënë, gjithë ambient, gjithë tereni, ty ta shtyp edhe ta ndryq këtë dëshirën. Dhe në qoftë se ti do që të mbahesh edhe të bëhesh edhe të thonë, lajfiti plaka. Që e tregojnë të tërë me gishtë, me këpo del t'i këshu, me qapo bën t'ja shu. Do me thënë, kjo është ajo që edhe ato dorëzohen. Jo, po patjetër, po fute. Këto 60 vjeçaret, në qoftë se duan të trajnohen pa kosto, sepse unë e bëra këtë fushat para 10 vjetësh dhe u realizua shumë mirë te klubi i Tirana, le të më gjejnë mua. Pa kosto fare, 2 orë në javë të marrin falas shërbimi. Po pra, do trajnojnë ato, problemi është që në habitatin ku ato shëndrojnë. Po flisja për, nuk po flisja se ato nuk duan. Unë thashë po dorëzohen. Të dorëzohesh në njerë, i dorëzohesh realitetit dhe nuk lufton. Po pse dorëzohen se nuk ka sepse nuk kanë motiv për të shkuar. Jo, sepse që e normale. Mendoj se dorëzohen sepse ja indukton shoqëria dhe ambienti ku jetojnë. Jo se nuk kanë lekun ose... Janë shumë pak ta luftarakët. Këtë jam duke thënë, nuk po them që nuk ka. Pa tjetër që ka. Pra ndaj neve se bëjmë analiza, më mirë të japim të ofrojmë diçka që mund dhe se cila nga ne të japim diçka. Pa diskutim. Ne thamë, e pare punës njerë, ajo që unë do thosha, në që se do flisnim kështu si mesazh të vogël, ajo që unë do thosha është të fillojnë ta duan veten ashtu si që janë. Me të mirat dhe me të këqijat dhe me defektet e tyre. Jo, duhet ta duan njerë veten. Duke filluar ta duan veten, se nga këtu fillon, ta duash veten dhe pas më lër ta mbaroj, të lutem, më lër ta mbaroj. Të fillojnë ta duan veten, dhe pastaj kur të fillojnë ta duan, do fillojnë edhe të duan ta përmirësojnë. Se që të përmirësosh një gjë, duhet ta pranosh edhe ta duash fillimisht. Si ta përmirësojnë? Si ta përmirësojnë? Po peshën për shembull, kur ti e do veten, fillon edhe... Si ta bëj peshën? Ha më pak, lëviz më shumë. Nuk më do më burri, më shpëto se s'më do më. Nuk më prek me dorë. Më falë, në momentin që ajo ndryshon pak fare, fillon besimi tek vetja dhe fillon të doj veten, vetëm kur e shef ajo që ka një ndryshim vogël, sepse fillon edhe preferenca. Këtë janë duke të thënë, që të duash veten,